Trupi i Pajeti, komisar Adem Tahira ju përcoll për në banesën e fundit në ritmet funebre të ekzekutuara nga banda muzikore e ushtrisë. Të pranishëm në ceremoninë e omazheve përveç familjarëve, miqve dhe kolegëve të ndjerit u vure prania e kryeministrit Berisha, kryeparlamentares Josefina Topalli si dhe kreu të opozitës Edi Rama. Nëpërmjet një mesazhi në rrjetin social Twitter, kreu i PS-s Edi Rama shprehu dhimbjen e thellë për vrasjen e këtij shërbëtori të shtetit, ndërsa akuzoi qeverinë si të paaft për të ndalur vrullin e krimit në vend. Erdha për të shprehur nderimin tim më të thellë, më të madh dhe të qeverisë shqiptare për dëshmorin më të fundit të Adheut, kryekomisarin Adem Tahiri, që ra në kryet detyrës. Sigurisht që drejtësia do të gjejë faktorin. Dhe dënimi do të ishte jashtëzakonisht i rëndë. Adem Tahiri ishte ekstrem jashtëzakonshëm, modeli i policit. Dhe unë gjej rastin për t'i bërë ngushëllimet edhe shokëve të tij, policëve që punojnë në përkushtim, me ndërgjegje dhe me dashuri për. Pas homazheve nga të pranishmit, trupi i kryekomisarit i vendosur në një shtrat topi, u nis drejt varrezave të dëshmorëve të kombit në kryeqytet ku dhe do të prehet.